Çdo kur që vjen në ligjërat, ka një synim, do diçka me arrit. A është kjo që ne i synim me arrit? A është kjo që ne i synojmë me përfitu në këtë ders? A është pikërisht çaja e kërkuara, apo ndoshta pritshmëritë tona janë të vogla në krahasim me ç'o duhet, apo janë të mëdha në krahasim me ç'o duhet? Ku janë pritshmëritë tona në raport me atë që na ka mësuar dietarët? Kur bie fjala për mësimin, ne këtu jena me mësu, andaj mësimi të ndrum i ka do rregulla. Çdo mësim i ka do rregulla, çdo mësim i ka do baza. Nga çështjet e rëndësishme që duhet t'i kuptojmë tek mësimi është se mësimi nuk ka të bëjë vetëm me informatën. Domethënë, kur shkon ti në vend me mësu diçka, nuk i bën që shkon vetëm me informu. Po mësimi është diçka për te kësaj. Dhe pikërisht ajo që është për te informatës, për te njohurisë, është ajo që dua sonte me përmend dhe që shpresoj të mbetet aktive gjatë tërë kohës sa ne jemi së bashku në ligjërata. Kjo është një farë udhëzuesi dhe një lloj përmbledhje kriterësh që gjithmonë i konsultojmë para dersit dhe pas dersit, për ta maksimalizuar përfitimin tonë në këto ligjërata. Mos jetë ardhja jonë dhe vajtja dhe kthimi, mos jemi në kuptim të një përfitimi të përgjithshëm të informatave që shkojnë duke u zbe me kalimin e kohës dhe duke u harruar, dhe maksimumi që mund të shpresojmë nga këto është se një sevap na ka mbeti inshallah. Ne që duhet me qenë më ambicioz, po me qenë më të kujdesshëm, me që po shpenzojmë kohë dhe mund të rritim kapacitetin e përfitimit. Prandaj ne përshëm që për te pjesës informative të mësimit të kalojmë një pjesë tjetër më tutje që ka të bëjë edhe me çështjen e pasurimit të imanit tonë. Që ky iman të jetë funksional, të jetë praktik në jetën e përditshme. Apo sikur e kam përmendur në shumë situata, në shumë raste, që imani jonë të jetë një forcë organizative e jetës tonë. Imani të na e organizon jetën nga njëra anë dhe imani të jetë një forcë frenuese dhe penguese nga problemi më madhor që kemi në jetë, është mëkati. Janë disa thënie të dietarëve shumë praktike që në mënyrë të konkrete na udhëzojnë se si duhet na me përfitu nga informata që e marrim. Andaj do të filloj fillimisht me një thënie të disa pikave që e ka përmend Imam Ghazaliu rahimahullah. Sinqerisht përmbledhje e hatashme, e mrekullueshme e Imam Ghazaliu rahimahullah, i cili kur flet për diturinë që bën dobi, çish mundi me ditë sa apo na bën dobi dituria? Ku me ditë na apo na bën dobi ardha nders? Ku me ditë unë apo më bën dobi dëgjimi i kësaj ligjërate, leximi i këtij libri? Ku me ditë unë? Çe standardom. E para ka thonë Imam Ghazali rahimahullah, ka thonë se dituria e mirëfillt dhe ndikimi i saj i duhur tek njeriu i arrit kujdesin besimtarit në mirëmbajtjen e raportit me Allahun xhalla xhelaluhu. Domethënë, çdo ders është rritje kujdesit. Çdo fjalë rritje kujdesit. Don gjithmonë më të kujdesshëm. Kjo është devotshmëria. Andaj çdo ligjërat, çdo mësim, çdo udhëzim duhet me ashtu kujdesin për imanin, nga se imani është më i shtrejti, çështja më e rëndësishme në jetën tonë është imani. Gjithashtu pastaj thot e dyta, Imam Ghazali rahimahullah thot për çka duhet me miell kë informat, kë dije, kë mësim, thot të arrit syqelsin për të metët e tua. Me të bo syqel. Ç'kjo dersi? Ç'kjo është pritshmëria dersit? Që me të bo syqel për të metët e tua. Me të aftësu me i pat metat, me të i qelë syt me i pat metat. E treta, shtimi i njohurive për adhurimin dhe Allah të mënduar.
Çdo ne duhet me ti duke adhuruar Allahun azza xal. Këtë jetë të është adhurim. Çdo ne, çdo takim, çdo gjërat duhet të jetë në favor të adhurimit, ose në aspektin e njohjes fillestare të adhurimit, se ke di që kjo është adhurim, e ke mësu, ose në shtimin e njohrimit për adhurimin që je duke bo, po nuk kemi mjaftuar shumë informata për te. Çështja e katërt ka thonë se çdo dije që besimtari përfiton prej saj është ajo dije cila e ul lakmin për këtë dunjë. Në çdo ders e ul lakmin për dunjë, e demaskon dunjën, e shpërfaq çfarë është realisht, e bën besimtarin më të imunizuar karshi joshjeve të dunjas materialiste, më të fuqishëm, më stabil, nuk e lkunin joshjet e dunjas materialiste. Për kësaj e pesta është e shton lakmin për ahiret dhe e rrit lakmin për ahiret, dashin për ahiret, nga se këtu fulet për xhenetin, për shpëlimin e Allahut te barekualla, këtu fulet për ditën e gjykimit. Gjitha këto e shtojnë për madhimin e besimtarit për Allahun azza wa jalla, sikur se kemi fol për xhenetin, për shpëlimin, për ahiretin e tjera e tjera. E gjashta ka thonë, veprat e mira, do më thonë, janë të rrezikuara. Nga çka? Nga shifatësia, nga mendjemallësia, nga vetpëlqimi. Do më thonë, në këto naja, këto takime, këto gjërata, realisht e shtojmë njohurin dhe kujdesin për gjithë shka që e rrezikon veprën e mirë. Prandaj, besimtari qysh din me endetu një vepër, din edhe me rrun nga që e rrënën atë vepër. Do të me ditë edhe që ka rrënën, që ka prish. Dhe shtata, ka thonë Imam Ghazaliu rahimullah, është se prezenca në këto gjërata, dituria do bësh me kështu me radhë, të bën të kujdesshëm ndaj kurtheve të armikut. Do mëson për armikun, shejtani. Nuk është shejtani veç një figurë, një imazh abstrakt që është në botën e iluzioneve, po është konkret praktik në mesin tonë. Na prish raportet, na shton keq kuptimin. Sherri i tij është i gjithanshëm. Fatkeqësisht qarkullon mes njerëzve me liri të plot. Sa jemi të vëmendshëm për sherrin e tij. Do më lë fjalën e Imam Shatibiut rahimullah. Imam Shatibiu nga dietarët e mëdhej të Endelusit dhe një nga njohësit e thellë të çështjeve fetare. Dituria e vlerësuar në udhëzimet e shariatit, do të thotë e vlerësuar është dhe aja që e kanë lavdru Allah dhe pejgamberi s.a.s. Thotë është dituria që shpije në veprat mira dhe aja që pengon njeriu të lëshohet në ndjekjen e kërkesave të epshit. Fudhal ibn Iyad rahimahullah ka thonë, mjafton njëri Allahun me dasht. Veç Allahun me dasht ballë ki. E tjertë, po kur e don Allahun xhallahu kimi dasht tjetër. Ama nëse don Allahun mirë, kimi dasht tjetër. Mandaj, duja Allahun që është duhet, tani dënë tjertë. Mësimet tona sujnë që me mbush zemën dashni për Allahun xhallahu ala, që nga dashnia për Allahun me dash tjertë. Edhe ka thonë, mjafton Kur'ani tjetë shoqërues i besimtarit. Mjafton vdekja si përkujtues. Ka thonë, frika ndaj Allahut mjafton si shaj e dijes, edhe mashtrimi me faljet e Allahut pa pendim mjafton si shaj e ignorancës. Edhe për fond të ndrozën, këto që i përmena, janë qëllime, por që i shërbejnë, menoj, mund të përmbledhen 3 qëllime madhore. Domthon, ligjërata, mësimet, informatat janë mjet që na shpinë në qëllime të caktuara. E këto qëllime pastaj mundsojnë të arrijmë në qëllime madhore, kulminante, që duhet gjithmonë besimtari atje me i pasur. Domthon, te këto qëllime madhore nuk mund të arrish pa çdo qëllime që i ceka ato. E te këto qëllime që i ceka nuk mund të arrit pa ndërs.
S'munësh, se të të lidhura. Kulmi i keq sa cila është në 3. Të ndërmend. E para është këto qëllime duhet që ti kontribuojnë fuqizimit të lidhjes me Allahun xhallahu ala. Ti je i lidhur me Allahun xhallahu më i lehtë, më i lehtë, më i lehtë, më i lehtë. Gjithmonë sa më i lehtë me Allahun xhallahu ala. E dyta, madhrimi i Allahut xhallahu ala dhe i fesë të tij. Me madhnu Allahun xhallahu ala. Më lidh me Allahun, me madhnu Allahun te barekoteala dhe me e fuqizu në vazhdimsi gatishmërinë për të nështruar Allahut te barekoteala. Çto tri e kemi apo? Për fund Ibn Qayyim rahimahullah ka një konstatim për mua mahnetës, apo shumë shpresdënës, shumë inkurajues dhe frymëzues për neve. Thotë Ibn Qayyim rahimahullah, atëre dashuria për Allahun dhe nështrimi ndaj tij bëhet e natyrshme, jo e imponuar dhe e detyrueshme. Subhanallah. Domethënë, ti shpesh kur don Allahu më nështru ose më dash, don pak mund më dhon ka pak, se nuk vjen bashkë ashtu apo. Parno kur e bëhet e natyrshme domosdoshmë. S'ka më, nuk din ndryshe ato, po që ashtu apo. Çfarë jetë është ato? Çfarë jetë është ato? Kjo është arritje e madhe. Kështu do dashnia për Allahun xhallahu, kur bëhet pjesë përbërëse e qenie sonte, ti që ashtu frymon, ti që ashtu jeton, ti që ashtu lëviz, nuk din ndryshe, nga se është pjesë e integruar tash e zemrës dhe e mendjes tonë apo. Dashnia për Allahun xhallahu dhe ndërtimi ndaj tij.